s'duat ma zirë krevatin, prandaj se e fiksumja budale, le që e kapi frika, iku direkte, sa nisi. Dëgjo. Bia, tani. Do të provokon Bia, Benita. Le të provokojnë mërë, le ta bëjnë vetën, se unë e shof akoma më shumë se sa i vendosur ai është në lidhje drejti me mu. Kupton? Unë e peshoj që po. Qarë? Është, ka një farë Respekti? atashimi po, vallaj. I lidhur me mu dënë thuash? Qa, a ka folë për mu gjatë ditës sot me ty? Pa, ku kam qenë? Kam qenë Burg. Pa. Unë e kam qenë atje. Jo, pas i dole e kam fjallën atë ka përmend gjë? Jo, vetëm ka, ja, folën pak që ki raportet, anë e kena kry, po tha, respektoj shumë, me qmoj shumë, po nuk... I kena kry, tha? Nuk e tha një pikë që i ka kry. Pasha zotin, asun e zdi, po tha, i kam, me ko, tha, tu pa tu bo. Okej. Bia, dëgjova unë, tha Hygerta që ka thënë Limi para tjeve që me Bian janë friends with benefits? Shko është kjo benefits? Që përdoren shok shoqe për thjesht për qef për marrëdhënie intime edhe kaq, vetëm si shok shoqe për marrëdhënie intime. Jo të dashurohen edhe jo të lidhen emocionalisht. E dëgjova bisedën me Limin e Bian e kuptova të vërtetën aty. Kjo tani, duke ditur se çka kam pas me Limin, se ka marrë vesh në fillim kur ka marrë këtu javën e parë, dhe e ka ditë se ka pas një situatë që ma përmendi kjo mes gjithë Big Brotherit këtu që ti bëja ti telefon, a i me tjetrën këshu, na dërgonte ne video këshu ashtu, ne aty ndo... E kupton ti ma përmente punën e tradhtismu këtu mes Big Brotherit. Dhe tani, kjo vjen shtrihet me mun krevat edhe gjatë gjithë kohës më sillet sikur unë me Limin vetëm kena qenë shok shoqe familjar, kena lidhje familjare, shoqënie. A tu më tha dhe mu? Kush? Ajo, Bia. Bia, po. Tani, mu ajo më ka përdor për të bë virale nëpërmjet meje që fjala Alba Limit edhe Bia që pas ka qënë me Limin, se pale mund t'ju ke dalë edhe nami në për Shqipëri që unë se di. Se nuk bële ajo dje? Dhe? Po dje sepse nuk doli, se do bëjmë budalliqe tani, me siguri ai ka votu me mesazhe që ta mbajmë Bian brenda, po nejse se s'dua të flas më shumë, se di shumë mirë, ka përdor mu si Lolo për thy ndoshta viralitet sipas mendjes së saj, se ajo vetëm do të bëjë gjëra për ty tabu. Me tregu fjala që ajo bashkë me mu me një krevat, ndërkohë që unë i kam bërë edhe masazh profesional, si ja kam bërë masazh shqetësues çdo natë, e kupton ti? Dhe une gjithë ta javë duke i hedh pesha saj, duke e motivu, duke i dhënë këshilla, edhe ajo me u afru mu me më keqpërdor mu. Kjo është keqpërdorja la. Dërsa Ludo, e di çfarë bëri me Benitën tavolin? Po nuk e kuptoj se. Ishte Ludo, Benita përballë njëri tjetrin tavolin, edhe Limi ishte ngjit me Benitën. Limi po hante buk, Ludo me Benitën po shifeshin sy në sy, edhe Ludoja ja bëri si me shenjë, me gishta, edhe me sy, Benitës, dhe me thëmë për te Benita, tek Limi. Kupton? E Benita i tha, se, s'ka gjë, naturalisht, avash, avash. Edhe qeshën të dy, kupton, me knajtësi. Njëri më i pisët, më çnjerëzor, që ta kuptoje situatën dhe din situatën si është, për çështjen time dhe çështjen me atë dhe raportin në mes, dhe 40 e sa vjeçar që ka eksperiencë, ka familje, ka bë fëmijë, ka edhe një dashni, edhe ai shkon bën plane me një vajzë të re, që ku të mbrekin mund në plag. Si e si të përfshihet në një histori Big Brotheri. E kupton ti qa njeriu është që mund ta bëje këtë lloj gjëje? Dhe për ta bërë këtë justifikon vetveten, nuk e besoj se kjo gjë është reale. Justifikim për të justifikuar gabimet e veta që i bën. Ai për mendimin tim është njerëzor, se njerëzit që duan të ndikojnë në prishjen e diçkaje, që është reale, e bën si real. Dhe të ndihmoj njëri tjetrin për ta bërë atë gjë për t'u ngacmu, për mua është shumë çnjerëzore lab. Ajo gjë, okay, u prem bes, do luftojmë si lojtar kundrejt njëri tjetrin. Ama ajo gjë që ka bërë Ludoja sot tavoli, se Ludoja ishte që insistoi muhabetin shenja, se unë po i shifja po i ndiqja gjithë kohës. Si? Pse bëri këtë? Kush, Ludoja? Po normalisht që Ludo e bën se si ndryshe do përfshihet Ludo në histori Big Brotheri, në përprajme, në përgjëra, në për opinione dhe do komentoje dhe do demaskoje. Benita, është vajzë e re, ka synimet e veta, të bëjë ngacmimet e veta, të bëjë gjërat e veta, ndërkohë që mu më përmente eksi jot më ka shkryt mu, dhe me thonë ka trastu me mu se më ka shkryt në Instagram, unë ja ka lënsin, po, këshu më tha, që Limi ka shkryt këstaj edhe kjo ja ka lënsin, ndërkohë që ajo kur erë Limi u knaq se do ketë një loj tjetër të bëjë këtu në Big Brother. Këta janë atë njerëzor, sa që janë gatshëm përzihen në diçka reale, vetëm për të hyrë në qendër të vëmendjes. Ama këta se kuptojnë që
Në situatë reale këta prekin plag. Në fakt e kuptojnë, po nuk dun t'ja din fare. Edhe më bëjnë mu si moralista, më bëjnë mu si zemër të mirë, më bëjnë mu si kur ja dun të mirën. Edhe ajo, pra Benita në fund ditës ta dua të mirës, jam njeri mirë. Po çfarë njeriu i mirë je ti kur don ta prekësh një femër tjetër në plag? Që ja përmend tradhtin, që më shan në raportin tim me familjen time, që më thot mu që jam femër që shkoj me burra të martum, nxjerr mu femër të pamoralshme dhe shkon tani don përzihet vetëm për çon kuadër e prime-it, kur dalin situatat. Sa ajo na ka pane të dyve kur kemi qenë në formati tjetër, dhe ajo e di realitetin mes neve të dyve kur kemi dal nga aty jashtë. Ku shkon e bën atë gjë tani me femër? Askush. Ku shkon përfshihesh aty? Po tani Me si është qëllim për plani dalë jot? prime. Nuk e di, vetëm të shoh lab. Nuk kam unë asnjë prime. Po mos asnjë qaj plan. shumë me të pata të mërzitur. Po nuk qaj unë para atyre. Ti din që më që ta du të mirën. Nuk qaj para atyre. Prandaj i thash mos më fut mbrënda se nuk dua të më shohin Më limi një tjerët. framoti, tash ku më kujto me vllahun tim. Mirë, shumë bukur, me shumë stresin, me mirë. shokët A më mi. la, pasha të zot. Nuk kam nevojë të gënjej, po mos harrosh ai është regjisor dhe aktor. Kush? Limi. Po? Përveç aftësive tjera O që vlla, me vllahun tim punon, ka punu klipe. Ata tha, që shua frute une. Ata tha për Lab, mu. vetëm Po, një gjë më beso dhe asnjë gjë tjetër këtu brenda. Po. Që ata që i kam thonë unë për lidhje me atë dhe raportin me atë më beso Zejbe, vdekjen time, Zotin Zejbe, vdekjen time, sot vdes vend ngelem, që është e vërtet çdo gjë që kam thënë në lidhje me atë njeri. I don't know. Dhe ka gjëra edhe tjera që I nuk i don't- them se nuk i them probleme I tjera. don't. I don't. Po pse ofrosh të Ludo? Pse ofrosh të Toni? Vetë mes me Ta, është kjo. ta Mes ti e me din që i kemi bë me shaka këta gjëra, dhe të ludoja, kura jam afru për strategji, për bashkëpunim loje. Kuptoj. Dërsa ngacmimet që i kena bë në ajër është për me i bë njerëzit për me bë kështu, kupton? Okej, kuptoj. Dhe çka ngacmime kena bë? Kafja me krypë me sheqerin që the ti, unë e fjalët që i hodha të ty të kjo tjetra të shkurta edhe të beni për testu. Që a mendon që do në la? Ola, po nuk është gjëja reale pastër e tjatshme më lab. Ti e pesë si më kapim shtrëngoj për krau që të më shohet e tualeti që të pastrohem. Ti mendon se rase ai s'do kishte gjë për mu dhe interesante? Jo. Para tjerëve bën sikur si intereson, kur isha vetëm me bija më ngacmonte, më prekte, më bënte, merrte gjëra, më vafuste këmbën, e kupton? Ai tani do bëj loj lab, ama ai në rast se bën lojën që e ka bërë edhe radhën e kalume, unë paktën e di që çmimi ka për ta fituar, paktën them shqyr do dale me diçka i fitum. Se po ta bëje lojën që e ka bë atje, unë e di që ne të jemi të humbur për gjithmonë. Se unë nuk e prandoj më atë gjë. Dëgjoj, më fal, atje ka fitu ky? Them edhe prandaj e kam Ai frikën ka ti fitu ky bëj. atje? Ditën e 45 në darkë dola unë u tërhoqa se i thash unë nuk i përballoj dot më lojrat. Po. A çka Pas darka ai doli direkte pas meje. Edhe pranoj që dola pas Albës për Albën. Ama ka qenë shumë i fortë, atje. Kam qenë unë para ti. Se gjithë kanë qenë në mënyrë kategorike, shumica që Alba është fituese. Në rast se unë do dilja ai do qëndronte, pas meje ishte ai. Kupton? Ndonjëherë situata ishte 50-50 unë edhe ai, por mos shumë ti kam qenë unë kundrejt atij për punë fitore. Çka ka forcën kjo veti? Çfarë? Cila Ai është është fenomen në çdo drejtim. Si Ama kam frikë se këtu do bëje lojën me vajzat, playboy. Se për këtë gjë fjala shuhet publikisht, po unë e di se si është realisht ai. Në marrëdhënie, e kupton? Se unë kot nuk e kam vazhdu marrëdhënien me atë kur kemi dalë për jashtë bashkëtesën e gjërat. Kanë ndodhur disa probleme, disa gjëra, po, kanë tejkalu gjërat. Edhe më duket sikur do vije situata këtu në Big Brother, që këtu brenda Big Brother me i vendos pikat mbi se çfarë do ndodhe me ne të dy. Kuptova. A më kam frikë ndodhe kjo gjëja që ai ka nis tani. Kam frikë çfarë mund ndodhe. Në rast se vjen situata që realisht ka ndonjë prekje intime, ose ka ngacmime intime, ose nis fokusohet shumë të tjerat, edhe krijon ndonjë histori me një tjetër, plak ne jemi të dy humbur për gjithmonë. Sa ai do Ma dalë ti për nuk këtu duhet do me- thot ishte lojë. O nuk mundem se këtu nuk është lojë për mu me atë. Tu është zemra që merr pjesë, lab. Po vetëm ti s'dush me marrë afër zemrën, do është këtë lojë tash ti. O lab nuk mund ta bëj atë gjë për lojë para syve të ati unë fjala të krijoj histori me një mashkull tjetër.
ose të bëj prekje intime ose ngacmime intime. Po normalisht u gëzova. Tyra është i Mu duk si kur reze djeli në shtëpi, mu duk sot shtëpia për herë të parë në shtëpi. Unë sot me njerëzit isha si njëri me njëri. Unë sot isha si kur isha në kafe, restorant, në për shtëpia me njerëzit. Sot gjithë me kam pranu, e din që s'kena bisedu 2 muaj fare e kështu. Unë kam qenë mrenda gjithmonë të bajsha derë që po ti. Beso. Asi që vetëm e analizoja, vetëm e shifja nga larga, i vetëm jep të shikime dhe ata sinjalet nga larga me shikime, si një femi të kontaktojmë në gjithmonë me shikime. Unë të prunë atjene. O lab, ama mos e shty për diçka, edin, ti përmendja shipe ku është Alba? Fafar, a e bërë me zemër për shumë. Po pra se më kapi kështu, vup. S'mlente, më nuk ma lëshon të kra, unë lullja kështu nuk ma lëshon të më mban të shtrëngum, që shko laj pa tjetër, mos të të shokë tash kemi kohë dhe një, nëse jemi këtu, sigurisht, se na jemi rekorder në minimi unë dhe ti. Ne jemi rekorder në minimi unë dhe ti. Tash shikojmë edhe një që do bëhet gjatë ditës vazhdim. Unë nuk e di, vetëm e di sa i do shta me ndo se do jem si atje. Unë nuk mund t'jem më si atje. Se dhe të dy aty u takun për herë të parë dhe ai kishte dhënë premtimet e veta për misionin e vet që do bëj aty brenda. Dhe tha Alba, unë këta gjëra duhet t'i bëj shkaku se kam dhënë disa dhe kam një përgjegjësi para publikut për figurën që kam publik. Unë okej, haj do ta mbaj lojën, do ta mbaj. A më erdhi një moment nuk mundesha, modrisa e bëra atë hapjen e organit që u bë virale gjithandej. Ajo pjesa. Ashtu nuk mundem më. Tani ju u bashkut, përsëri, u bashkut, si ti makellon në Pa verzion ty ne nuk u ndam në reality show. Ne dolëm edhe ishim të lidhur edhe në bashkëjetesë. Okej. Mu me erdhi oferta për Big Qeverës, po unë se pranova, se thash, po i mbaroj certifikatat për t'i hep bizneset shtator-tetor. Dhe isha lidhje, dhe thash, çam duhet Big Brotheri, gjithat mirat i kam, familjen e kam, dashnin e kam, planet për biznese i kam. Unë ndam neve shtator njerë, kështu kotë ndarje, unë mendova se ishte ndarje reale dhe ai. Të nesër në të shkryta direkte se thash do shkem Big Brother ta qetësoj trurin. Nuk flas do të na drejtim, më mira i do të tregojmë. Tani, unë ndam, të nesër në shkryta, pas 4 ditë që u kthym prapë. Edhe që kur u kthym deri në Big Brother 3 javë ishin. Këta 3 javë kemi pas shumë problematike. Hypse të vrava, zbritse të vrava, zbulimi të tradhtis. E kupton? Edhe gjithë ishte pikpyetja qa do bëhet, qa s'do bëhet. Qa jemi, qa s'jemi. Edin, se u bë, nuk është pak ko, aq sa qëndruam. Ki tentu me përqafu? E di sa dua, edin, ta përqafuja dhe vetëm në gecë në përqafimin ati, ama logikisht nuk shkoj dot, nga gjëra që ka dot. Sa drama, ku pas kanë më bu këtu. Tash ku kaloj e fort. Jo, unë për zotin jam duke të regu shumë e durushme, se unë e shofë se si po afrot me Dolqen, me Benin, me Elionën, me këta. Ata po, edhe ky po i afrot. Qa llogarie ka kyt merret me Benin duke ja prek xhupin edhe gjërat e tjera, kupton ti? Tash. Ose qa llogarie ka ky ti edhe ngacmim me Benit, në kuptimin e muhabeteve, dhe ti interesohet për Benin. Ky e ka pa që Beni është ajo që më ka prek moral, më ka prek fjala tradhti nga ana e këtij, më ka prek gjërat e tjera. Ku shkon ai tani bashkohet me Benin për lojë? E kupton si dua them, shko më vlla bë me femrat e tjera, shko më o idiot mashkull. Bë me femrat e tjera, jo me Benin. Nuk është se kam xhelozi për Benin, po jo me Benin, se Beni është ajo që 4 javë ma ka keq përdorur mirësinë time. Edhe ndërkohë 4 javë, ndërkohë më ka shajtë, më ka ofenduar raportin tim familjar, pjesën e moralit tim, ka përdorur në publik fjalë të rënda, këtu në mes kamerave. E tash E di sa mi rrëzon vlerat mu si femër fakti që lojë do shkita bëj me Benin? Dhe jo, shko bëje me Elionën, shko bëje me Dolqen, shko bëje me Bia, bëje me këtë dush. Po jo me dikë që më ka keq përdorur. Unë mendoj që ti afro pa kadal, edhe bëri gjestën e mira që tu afru sot atje. Se ju afrova unë. Prit. Jo, edhe ajo afru. Jo, ajo afru. Edhe u gëzu shumë që e ki bë bukën, e pash. Edhe, qka bën tash? Prite të pa të bo, edhe ti nesër. Pas nesër. E di që s'ke... Vete me pres prajme që më ndale. O, kur më thanë që a i ka thëmë për a gjithve që Bia e ka pas friends with benefits. Dhe më tha miq me përfitime në aspektin intim të fjallës. Edhe kur e dëgjova bisedën e Bias edhe Limit, që bën të dy bashkë,
E tullet ta vërtje. Nuk më intereson bia. Nuk më intereson bia. Se që ka pas me ato. Se është e shkuar. Ore, si ka mundësi mërë 2 vjetë të më kishë përdor afrimitetin tim. Vetëm për të qëndru këtu, vetëm për të pas ta shethemet e veta, e kam motivu, e kam këshillu, e kam bë që të besoje, e kam shty që të flasë. Ajo erdi me u bë virale, që fjala ajo bashkë me mua në krevat, edhe unë për i bëj masazh asaj. Edhe e di si sillet ajo, shkon gjithmonë kështu si me të prekme, si me të qeshme, që fjala tjetër t'i vje gjunafe, edhe unë e di që atë lojka për ta bë me limin ajo. Sa herë që do ketë diçka me mua ose dikë tjetër, do i shkoj kështu si për gjunaf Sa do limit. rinja ajo këtu si pas teje? Si? Bia. Nuk e di. Edhe një 3 javë, njëre di sa ajo pale që ka për të bë. Pa Ajo, Bigu po- është edhe 6 javë. A? Nuk është edhe ma shumë, edhe 6 javë është. Kush? Bigu, komplet. Bigu, po, 6 javë. Po. Ola, nuk jam si atje, se tani ne nisëm Big Brotherin para se me hyn, kemi qënë. Nërsa atje kur nisëm nuk kemi qënë, nuk kemi njofë para se me hy edhe ja toleroja. Këtu nuk mund bëj si asi gjë, lab. Po, e po tash, hipotetikisht, po them, po bon një romancë me Dolce. Çka bon ti? Unë? Aja. Nëse ka afrumitet me Dolce. E supozojmë. Çka bon ti? Supozojmë. Unë nuk e di që do jem gjendje të bëj Çka debat. për shembull? E di që ka për të ndodhur një përplasje shumë e E egrë mes para, meje mes e atij. dyta, nëse she për shembull bia e fërkon shpinën atij. Çka bon ti? Çfarë ti bëj? Unë ty po të pyesë kështu se ke diçka. Çfarë ti bëj? Aty do i përplasëm. A? Aty do i përplasëm. Po nëse va afrumitet me Benitën, çfarë do bësh? Aty do i përplasëm. Aty do i kërkoj lojë. E po tash nëse ndoshta është me një mision ai këtu. Po unë e kam parasysh që ka një mision vetin, E ta po bëj tash playboy ç'të në bësh? shtëpi. Ti a duhet të kesh durim apo duhet të La, nuk duhet ta bëj atë. Po ti tash ai ka dhe një të fund Big E Brother. di, Ai nuk mund të rinë tu kot kështu edhe si dardales me ne kështu. E di se po let marrim, ja, let orientohet te unë. Ti zgjidhim gjërat tona, let merret me ty, let merret me Ludo, let merret me Ygertën, let merret me tjetër. A tjetër me femra duhet merret. E po tash tu po, dhe ti nesër shikoj çfarë po bëhet, tani vazhdo tutje. Unë e di që ftyra tu ka hap mirë, tu ka qej ftyra, unë mendoj që E tin aq shumë, so aq e lumtur isha. Po, po shoh. Sa i pa gjestet e gjërat, këtu më vjen lap, se më kujtohet ajo tjetra, dhe kam frikë se çfarë do bëje këtu. Ajo tjetra kush? Unë e di që nuk është edhe aq budalla, e di se besoj ka zënë mend nga rradha e kalume. Ka eksperjenca e kalume, pra se dhe eksperiencën e kalume fjala bënde si playboy. A më prapë shëndronte me mu. Po. Me sy flisni, më na merrni në aty ore, që keni ju, si flisni ju 2-3 orë me sy. Është i vetmi njeri që unë flas me sy me atë. Edhe ai ashtu komunikon me mua. Pse tu që është një lojtar i fortë, si e mendon? Ai është fenomen gjitha drejtimet. Ky, Po, ke për ta parë. për shembull, Ai rrotullon gjithë gjërat. si? Nuk është i pisët, nuk është akuzues, është i paqët. Mund të ketë debatet e veta, ama i pisët, akuzues nuk është fare. I peshon fenomenit pa tjetër që folë. Kur i flet fjales, i flet shumë sakta. Qetë edhe sakt. I ka goditje. Bam, bam. Është Jack Campbell, gjithë njerëzit Më janë. tha do të ndihmoj shumë. Si? Më tha do jam njeri jot. Për kraj. Po ta ke thënë ta dish, e ka 100 milion % sakt. Edhe rast se ke diçka kështu kundërshtime me atë ose përplasje për diçka, ta dish e ke 100 milion % sakt atë që të ka Më thënë. tha, Është shumë shpejt. ri qet, rjap, jam afër teje. Lirisht e ke që mund t'i besosh. Më shef mua si jam? Pse na bën këto me flajta? Më shef mua si jam që kur ta jap besën të mbaj? Ajo shumë për me. Unë me atë kemi vetëm një diferencë. Që ato e bën shumë më lartë për me. Ajo ka shumë sabër, shumë të rjo. Është shumë i qetë. Tamam mashkullor. Ama ato që ta thot ai nuk të shkënjen asnjëherë.
sa i një rreth parë ka përgjegjësi për veten e vet, edhe për super familjen e vet që ka, edhe për ftyrën e babës vet, edhe para ftyrës Zotit. Para. Është shumë besimtar. Ekstrem. Edhe di shumë gjëra. Ai këtu madje shumë muhabete nuk i flet dot për gjëra që i din edhe funksionon për jashtë. Limi është komplet kategori tjetër. Nga këta këtu që ishe. Në besa. Është me Po që edhe ka yllin ballë për reality show, ai është më jaftë për... Ka vetëm një veçanti që ta përmenda, që... Ama atje ku kemi qënë 50-50 me situata, po mos shumë ti kam qënë unë kundrejt atje, dhe kur kam dalë unë, gjithë kanë thonë në mënyrë kategorike Alba ka qënë fituesja. Fituesin ka qënë Big Basta, por realisht fituesja e atij audicioni kam qënë unë. Dhe pronarët vetë më kanë thënë, kur kam dalë, prej te Alba, jo 2 fish, po 20 fish më shumë abonime televizive kanë shit. Në krahasim me vitin e kaluar. Alba, kujdes mikrofonin. Edhe gjitha këta që ti them, kur dalësh ki për t'i pa që gjitha një sakta, ose ndoshta e ke bërë kërkimet e Po tash ti kthehemi te tema dhe po shkojmë shtrat, po shkojmë gjumë. Do thotë unë të kisha këshilluar që mos u mërzit, shikoje nesër tu pa tu bë. Unë jam afër ty dhe jam afër teje. Kështu që Ore, duhet të kem vetëm një moment me atë, mos kem kamera si gjë. ja, s'mund Ta pa kamerë. përshafoj edhe në kec. Okej. A të bëjmë këtë nesër? Qërë? E të Jo, rast? jo, të lutem lab. Ai e din vetë. Të lutem mos e stis. Se ne stisnim situatat me këta që bënim shaka dhe gjëra. Ky nuk është rast për të stis. Beso se ne veprojmë shumë me energji njëri me tjetrin, veprojmë shumë me shpirt. Para 2 javësh, para 1 javë, 10 ditësh e di çfarë ëndra kam pa, natë mbas nate. Ëndra e parë ishte kur ishte ky në prezencë time, ama po e ndjeja shumë fuqishëm, sikur ishte reale, domethënë sikur po ja ndjeja energjinë, aromën, gjitha, kupton në ëndër. Dhe po ma bënte pyetjen kush është, domethënë kujto, kush është destinacioni yt. S'po e kuptoja ëndrën, çfarë ishte kjo lloj pyetje. Ndërsa natën tjetër e kisha atë ëndrën që prap shumë e fuqishme, sikur ajo ishte realitet, po ja ndjeja çdo gjë, me energji, me prezencë, me çdo gjë në ëndër brenda, sikur e kisha afër dhe kisha atë përshafimin nga ai. Edhe Prime-i, 1 natë 2 natë para Prime-it, e pash stiqën, se di çfarë bërje kapa dhe vetëm e kapa për qafe, kam flet me stiqën. Pas 1 natë 2 natësh Prime-i, erdhi ai. Pash duart e ati këtu në video, sa i pash, e në televizor i pash, edhe unë e ndjeva sikur i kisha kështu. E kupton? Si unë kishin mbërthy mu, kuptimin e mirë të fjalës. E din, në ka një gjë, 100 milion % pa kufi reale nga unë, është kjo që për të them lidhje me atë. Po ta them vetëm ty, ti atë nuk besen çfarë do. Pa e di pse Limi më ka shoku era. Unë e kam njohur që do të thonë 9 vjet, më fal, 9 vjet ajo i kalon në Zvicër, do të thonë unë e njoh që 12 vjet, sa informacion. 12 vjet. A i kalon para 9 vjet në Zvicër, po? Që 9 vjet, a i kalon në Zvicër. Po, për afërsisht. Do të thonë unë e njoh 10 vjet, 10 vjet e njoh. Jo 5. Okej. Për afërsisht. A shef? A shef? Prandaj Zoti na ka lidhur bashkë. Super njeri, super familje, super jarri, O, rregull, super bre. fenomen. Ta dish, edhe po ta tha fjalën ai nuk të del nga fjala. Besa. Do garonin fund për gjysmëfinale dhe finale, ama derisa dyja i moment ta dish atë. Nuk të del nga fjala. Ka një ftyrë për veten e vet. Një rreth parë përmend babën e vet, ai gjithmonë ka një ftyrë për babën e vet. Thot. Për shembull, çka mundet ai me ç'është mundet mirëxu këta? Ai? Klodin këta. Ai e thjesht në mënyrë të natyrshme. Ke për ta pa vet. Thjesht besoj. Ti e ke pjesën tënde, ai ka. Për shembull, Leonin këta, si mundet me ai? Ai thjesht vetë ti u duke u marrë me ata thjesht nxjerrin veten e tyre. Asgjë tjetër. Ama që japën unë ndihmës të fortë. Sa i ka diçka i flet qetë edhe nga dalë. Nuk din të flasë shpejt edhe egrë, nuk është tipi. Jam unë ajo që i futem këtij lloj drejtimi. Kështu e kemi pasur atje. Ai ka këtë peshën mashkullore që flet pak, sa kur ndër. Nga ngatroi gjithë shtëpinë.
Po bëja këta gjërat e tjera, thyrjet e rregullave këta se ishte më ndryshe, kupton? Edhe për jashtë kjo kështu është. Ama akoma më shumë, se ka disa gjëra që ai kufizohet këtu, nuk fletat shumë gjëra se nuk e kupton publiku. Kupton? Ari vllaz, baby boy, ka I kilshu. Në veçantë njëri me tjetrin dhe ne të dy bashkë. Për këtë besoj. Ai Nuk më kam tha, nevojë të të gënjej. të uroj deri fund që jemi bashkë. Çfarë më tha? Kështu? Shumë bukur.